Shumica opinionit e shifshin si vetë vështirë nga të gjitha anët. Nuk ishte vetëm ajo ndeshje që do luante, po dhe po themi dhe ana politike luante një rol, do të thoja. Siç e përmendëm edhe përpara, unë mendoj që ishte ndeshje shumë e vështirë nga ana emocionale, duke parë që me çdo rezultat tjetër përveç fitores ne do rinim poshtë Serbisë, kështu që unë kisha një farë besimi, nuk e di pse. Edhe para ndeshjes dhash atë rezultatin tim, pavarësisht se me hamendje mund të japësh gjithmonë një rezultat, po e qellova kësaj herë. Presioni ose dhe zhgënjimi ose pritja e gjithë tifozëve shqiptar, unë e kam përjetuar vetë edhe ndeshjen me Greqinë 2004, pavarësisht se lutem edhe në shtëpi, ishte një presioni shumë i madh për mos me zhgënjy gjithë ato tifoz ose gjithë shqiptarinë, dhe mbas ndeshjes e pam çfarë emocionesh na dha kjo ndeshje dhe mendoj që ishte ndeshje merituar. Mos them që mund të kishim pasur dhe mundësi të tjera që në gol 2 ose 3. Unë kam pas gjithmonë një qëllim që me u heq këtyre komplekseve që ne kemi. Natyrisht që ka janë 8-9 skuadra në botë që janë shumë vështira të fitosh ose të marrësh pikë, kurse me tjerë s'do kemi fare kompleks ose me asnjë skuadër. Kjo ka qenë gjithmonë një problem që kena pas në shqiptarë.